Një tjetër dosje për pastrim parash ka kaluar në gjykatën e posaçme pasi prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet ndaj 4 personave të dyshuar për përdorimin e investimeve në prona si mënyra për të futur në qarkullim fonde me origjinë palishme. Në bankën e të akuzuarve do të përballen Domingo Iriarte, Miahel Manola, Alvaro Castillo dhe Doris Pere. 3 prej tyre akuzohen për pastrim të produkteve të veprës penale të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, ndërsa njëri për pastrim të produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim. Sipas hetimit të SPAK, skema dyshohet se është realizuar përmes krijimit të disa shoqërive tregtare në Shqipëri, të cilat më pas janë përdorur për transaksione të lidhura me pasuri të paluajtshme në zonën e Dërmiut. Nga verifikimet e kryera rezulton se gjatë muajit qershor 2024 janë regjistruar 3 kompani me kapital fillestar minimal dhe me të njëjtën adresë regjistrimi. Prokuroria pretendon se këto subjekte nuk kanë ushtruar aktivitet real ekonomik, por janë përdorur si struktura për kryerin e veprimeve financiare dhe investimeve në prona. Pas përfundimit të fazës hetimore, SPAK ka përdorur kërkesën për dërgimin e çështjes në gjykim, ndërsa tashmë do të jetë gjykata e posaçme ajo që do të vlerësojë provat dhe përgjegjësinë penale të pandehurve.